Ligji për zgjedhjet e përgjithshme përcakton qartë se automjetet zyrtare mund të përdoren në kohë fushate zgjedhore. Në një periudhë të tillë, rreptësisht të ndaluara janë të gjitha resurset shtetërore me qëllim të përfitimit të votave. Por në rast se ministrat në detyrë, kryetarët e komunave që kandidojnë për deputet apo edhe kandidatët e tjerë e shfrytëzojnë cilin do resurs shtetëror për ta pasojnë gjoba. Paneli zgjedhor për ankesat dhe parastresa është shpeshherë dhe në jo pak raste ka shqiptuar edhe gjoba ndaj kandidatëve për deputet dhe subjekteve politike të cilat i kanë shfrytzuar, të themi ashtu, resurset publike, qoftë ato komunale, qoftë ato qeveritare. Gjobat variojnë varësisht nga llojet e shkeljeve dhe varësisht nga përsëritja e veprës që ata mund ta bëjnë, por dikun gjoba mund të sillet deri në 50.000 euro maksimumi që mund të shpëtojë BZAP-i. Për qëllime të përfitimit elektoral nuk mund të shfrytëzohet as stafi i administratës publike, i arsimit, i shëndetësisë e i gjykatave. Nuk mund të shfrytëzohen as ambientet e brendshme dhe as të jashtme të institucioneve zyrtare publike, në këtë rast ta zëmi zyret e qeverisë, zyret e kuvendit ose zyret e kuvendeve komunale apo ambientet e angjësive të tjera shtetërore, për faktin se kjo bie që po shpërdoren për qëllime të fitimit elektoral. Përdorimi i resurseve shtetërore nga partia deri tash në pushtet sipas njohësve për çështje politike e dëmton në tërësi procesin zgjedhor, duke e bërë garen të pabarabart mes subjekteve politike. Vetë fakti që zoti Kurti ka emënu është për kujdes të mbrojtjes zëvendës ministra, të kompletoj kabinetin, pavarësisht qeveria e tij është në detyrë, tregon që ka angazhuar sa më shumë njerëz duke u dhënë mundësi që të kenë asistentat, kanë automjete dhe ato t'i shfrytëzojnë direkt për fushat zgjedhore. Veturat zyrtare pa asnjë kufizim mund të përdoren nga presidenti, kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, ashtu siç është rregulluar me ligjin për protokollin e shtetit.